Pse njerëzit ikin nga njerëzit e mirë? Ndonjëherë pyetja më e dhimbshme nuk është, pse nuk më deshi? Por, nëse e trajtova mirë, pse u largua? Dhe ndoshta kjo është një nga gjërat më konfuze në marrëdhëniet njerëzore. Sepse logjikisht mendon, nëse je i sinqert, i qetë, besnik, i kujdesshëm, duhet të mjaftoj. Por realiteti emocional i njerëzve është shumë më kompleks. Ndonjëherë njerëzit largohen jo sepse ti ishe i keq, por sepse nuk dinin si ta përballonin një dashuri të shëndetshme. Dhe kjo është shumë më e zakonshme se sa duket. Ka njerëz që janë mësuar aq shumë me kaos emocional sa qetësia fillon t'u duket e huaj. Janë mësuar me drama, paqartësi, ulje ngritje, marrëdhënie toksike, mungesë sigurie. Prandaj kur takojnë dikë që i trajton mirë diçka brenda tyre, nuk di si të relaksohet. Sepse mendja njerëzore mësohet me atë që ka përjetuar më shpesh. Psikologjia moderne e lidh këtë me trauma bonding dhe emotional conditioning. Kur njeriu kalon shumë kohë në marrëdhënie të paqëndrueshme, fillon ta lidh dashurinë me ankthin, me tensionin, me pasigurinë. Prandaj një lidhje e qetë mund t'i duket e mërzitshme ose pa emocion. Jo sepse nuk ka ndjenja, por sepse truri i tyre është mësuar me kaosin. Dhe kjo është tragjike. Sepse ndonjëherë njerëzit largohen nga pikërisht ajo që mund t'i shëronte. Carl Jung besonte se njerëzit shpesh kanë frikë nga gjërat që mund t'i ndryshojnë më thellë. Dhe ndonjëherë dashuria e qetë është një nga ato gjëra. Sepse dashuria reale nuk të jep vetëm lumturi. Të detyron të përballesh edhe me plagët e tua. Me pasiguritë, me frikën, me mënyrën si e sheh veten. Dhe jo të gjithë janë gati për këtë. Ka njerëz që ndihen më rehat me njerëz që i lëndojnë sesa me njerëz që i trajtojnë mirë. Sepse dhimbja është bërë normale për ta. Ndërsa qetësia ndihet e çuditshme. Ka njerëz që nuk i besojnë dashurisë së qetë. Kur dikush është shumë i mirë me ta, fillojnë të mendojnë, ka diçka që nuk shkon. Do ndryshoj më vonë. Askush nuk është kaq i mirë. Do më lëndoj në fund. Prandaj largohen para se lidhja të bëhet shumë reale. Sepse mendja e tyre po përpiqet t'i mbrojë. Edhe pse në realitet po i largon nga diçka e mirë. Marcus Aurelius shkruante, njeriu shpesh ikën nga paqja sepse është mësuar me luftën. Dhe ndoshta kjo ndodh edhe emocionalisht. Ka njerëz që janë mësuar aq shumë me mungesën e stabilitetit sa stabiliteti fillon t'i tremë. Prandaj ndonjëherë njerëzit ikin nga njerëzit e mirë. Jo sepse nuk ndjejnë, por sepse nuk dinë si ta mbajnë një lidhje të shëndetshme pa sabotuar veten. Psikologjia moderne e quan këtë self-sabotage. Kur njeriu shkatëron diçka të mirë sepse brenda vetes nuk beson plotësisht se e meriton. Ka njerëz që nuk ndihen mjaftueshëm për dashuri të qetë. Prandaj largohen. Jo sepse personi tjetër nuk kishte vlerë, por sepse ata nuk dinin si të rrinin në një lidhje ku nuk kishte lojra emocionale. Ka diçka shumë moderne tek kjo. Sot shumë njerëz janë bërë të varur nga intensiteti emocional, nga mixed signals, hot and cold behavior, xhelozia, drama, konfuzioni. Dhe gradualisht qetësia fillon të duket pa emocion. Por dashuria e pjekur nuk është kaos. Nuk është ankth konstant. Nuk është pasiguri. Dashuria e pjekur krijon siguri emocionale, qetësi, besim. Dhe ndonjëherë kjo tremb njerëzit që nuk janë mësuar me të. Nietzsche shkruante, disa njerëz nuk dinë si të jetojnë pa vuajtje. Dhe ndoshta kjo është e vërtet edhe në marrëdhënie. Ka njerëz që ngatërrojnë dramën me pasionin, dhimbjen me dashurinë, pasigurinë me eksitimin. Prandaj kur dikush i trajton mirë nuk e ndjejnë të njëjtin hig emocional, sepse sistemi i tyre emocional është mësuar me kaosin. Ka edhe njerëz që largohen nga njerëzit e mirë sepse ndihen të ekspozuar emocionalisht. Kur dikush të trajton me mirësi reale, maskat fillojnë të bien. Nuk mund të fshihesh më aq lehtë. Nuk mund të luash role. Nuk mund të kontrollosh gjithçka. Dhe kjo krijon vulnerabilitet. Prandaj disa njerëz largohen. Sepse lidhja po bëhet shumë reale. Shumë e sinqertë. Shumë e thellë. Erich Fromm shkruante se dashuria reale kërkon guxim.
Sepse të jesh i dashur vërtet do të thotë të lejosh diktë të shoh ashtu siç je. Pa maska. Pa mbrojtje. Dhe jo të gjithë janë gati për këtë. Ka njerëz që ikin nga njerëzit e mirë sepse mendojnë se nuk e meritojnë atë dashuri. Brenda vetes ndihen të lodhur, të thyer, të pasigurt, emocionalisht konfuz. Prandaj kur dikush i trajton mirë ndihen sikur nuk dinë si ta mbajnë atë lidhje. Dhe gradualisht fillojnë të largohen. Ka edhe ego brenda gjithë kësaj. Disa njerëz janë mësuar të ndjekin njerëz emocionalisht të paarritshëm. Sepse ndjekja krijon tension emocional. Kur më në fund marrin dikë që i zgjedh qartë nuk ndjejnë më të njëjtën sfidë. Dhe kjo tregon sa shumë. Marrëdhëniet moderne janë ndikuar nga pasiguria emocionale. Sepse njerëzit janë mësuar të ndjejnë ankth, jo paqe. Ka njerëz që ikin nga njerëzit e mirë dhe më vonë e kuptojnë çfarë humbën. Sepse qetësia reale është e rrallë. Besnikëria reale është e rrallë. Mirëkuptimi real është i rrallë. Por shpesh kjo kuptohet vetëm pasi mungon. Carl Jung besonte se njerëzit bëhen të vetëdijshëm për vlerën e disa gjërave vetëm pasi humbasin kontaktin me to dhe ndoshta kjo ndodh shumë edhe në dashuri. Sepse për sa kohë dikush është aty njerëzit mendojnë se do mbetet gjithmonë. Por sapo largohet fillon reflektimi. Fillojnë kujtimet. Krahasimet. Mungesa. Dhe pikërisht atëherë kuptojnë qetësinë që kishin. Por ka diçka shumë të rëndësishme që duhet ta mbash mend. Fakti që dikush iku nga ti nuk do të thotë që ti nuk kishe vlerë. Ndonjëherë do të thotë që ai person ende po lufton me veten. Me plagët. Me pasiguritë. Me mënyrën si e kupton dashurinë. Dhe kjo nuk është përgjegjësia jote për ta rregulluar gjithmonë. Sepse njerëzit që duan të shërohen duhet ta bëjnë vetë atë rrugë. Ti nuk duhet të bëhesh toksik për t'u dukur interesant. Nuk duhet të bëhesh i ftohtë për t'u dashur. Nuk duhet të krijosh drama që dikush të zgjedhë. Dashuria e shëndetshme nuk ka nevojë për kaos që të ndihet reale. Dhe ndoshta njerëzit e duhur do ta kuptojnë këtë. Do e vlerësojnë qetësinë tënde. Maturinë tënde. Mënyrën si i trajton. Sepse njerëzit emocionalisht të pjekur nuk ikin nga paqja. Ata e kërkojnë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse disa njerëz largohen nga njerëzit e mirë. Jo sepse njerëzit e mirë nuk mjaftojnë, por sepse jo të gjithë janë gati për një dashuri që nuk i lëndon. Abonohu në kanal për më shumë video rreth psikologjisë, emocioneve, marrëdhënieve dhe anës së heshtur të natyrës njerëzore. Ndoshta disa biseda dëgjohen më mirë natën.